40-33 pjesa e parë të ndëruar shikues në këtë ndeshje të tretë të serisë gjysmëfinale në mes të Trepçës e Sikal Prishtinës. Çereku i parë u takoi mysafirëve me rezultat 22-17. Ishte Çerek që u fituan nga i dytë, në fakt ishte Çerek që u fituan nga Trepça me rezultat 23-19. Kështu pas 20 minutash lojë 40-33 në favorin e vendasve. U theksuar të ndëruar shikues tek Trepça, dy më efikaset janë Ajrizi e Majer, që të dy me pikë dyshifrore dhe identike nga 10 secili. Në anën tjetër te Sikal Prishtina 11.4, 9 Donte Clark, 7 Nzikor. Nis tani Çereku i treti përballjes, aksioni i parë është i mysafirëve. Donte Clark. Olin Carter. Rashid Mahal Bashic. Bistik Rukova. Carter. Ska shumë kohë për këtë aksion të mysafirëve. Carter gjuan nga opozit. Shumë e vështirë, nuk arriti që të realizojë mbrojtje mirë vendasve. Mikael Tmusic për Michael Green, i cili nuk realizon luftë për top. E kavotje Mahal Bashic. Donte Clark. Kontërhyrje të paregullt. U faulua Olin Carter. Tomi do tjetë për Sikal Prishtinën. Mahal Bashic. Donte Clark. Bistik Rukova. Mahal Bashic. Kjo gjuajtje Mahal Bashic nuk realizoi mirë, po e përmirëson gjuajtje të gabuar. Rashid Mahal Bashic janë pikët e para të tij në ndeshje. 40-35. Ajrizi, Tmusic, Myers. Michael Green. Dekele Koton ka distanca, nuk shënon. Kaptomen atje Donte Clark. Donte Clark, Rukova. Kontërhyrje të paregullt. Po dhe është drilën Ajrizit. Personalja dytë për drilonin. Michael Green i ka 2, ca ka dhe Tmusic, në anën tjetër tek Sikal Prishtina. Nga 2 i ka lek ndreja Janjeva, Clark e Nzikor. Donte Clark. Medalje Janjeva, super asistim në thellësi për Bistik Rukovën. 40-37, vetëm 3 pikë avantazh për Mitrovicasit. Dekele Koton. Michael Green. Drejlën e Rizin nga këndje. Domët gjuajtja. Tovi shkon tek Muhamed Ali Janjeva. Clark. Mahal Bashic. Donte Clark. Tentimi me tabel, s'ka shërim. Kap topin. Michael Myers, kontërhyrje të palejueshme. Katër pikë të realizuara në këtë çerek të tretë nga Sikal Prishtina, akoma asnjë pikë nuk e ka shënuar Trepça. Ajrizi. Michael Green, tirohet nga Rukova, Mikael Tmusic, s'ka treshe.
Topi është i Olin Carter. Donte Clark. 3 minuta kalua në çerikun e tretë. Oli është Tekele Koton. Koton që shkakton personalin e parë. Tovin e loj Donte Clark. Malbashic. Clark. Donte Clark. E vështirë që ndalet asiston për Rashid Malbashic. Shkon seria në 6-0 e Sikal Prishtinës në këtë çerek të tretë. Tekele Koton nuk e kupton mirë idenë tje. Michael Myers, një reakcion i huqur nga vendasit. Malbashic. 40-39, vetëm një pik avantazh për Trepçan. Rukova. Malbashic. Olin Carter. Olin Carter provon nga distanca. Treshe e Carter. 14 pikë të ti treshja e katërt. E 5 në total për Sikal Prishtinë, vetëm 3 pikësha i ka realizuar Trepça. Avantazh prej 2 pike i kryeqytetasve. Ajrisi për Myers. Bandërinet për regullt nga Carter. Është voli i dytë për Olin Carter. Jemi duke parë edhe njerë në gjirim të përsëritur 3 pikë realizuar nga Carter. Myers. Michael Myers nuk ka shënim mirë, po është ndalur në mënyrë të palejueshme nga Rashid Malbashic. Voli i dytë për të. Pas 38 lojë mbetur në çerekun e tretë. Shojmë edhe Petrit Zeqirën në kratë Adis Beqiragicit. Pasak në gjuhit në partë të lirë Michael Myers, e cili mbetet me 10 pikë të realizuara. Atë ka shënuar edhe Kajrizi. Serë e dytë nuk ka shënuar më i lartë në kërcim. Malbashic. Donte Clark arrin që pranoj pasimin për të realizuar 40-44 rezultati. Donte Clark sa po shënoj pikën e tij të 11. Pas 31 lojë mbetur në çerekun e tretë. Sërish ka marrë iniciativën në skuadra Mysafire, duke realizuar 11 pikë. 11-0 rezultati. Çfarë seri e mirë pikëve të shënuara nga Sikal Prishtina. Trepça në fillim të duelit pati seri prej 12-0. Këtë seria me gjatë e pikëve të realizuara. Kërkohë ne po i shohim statistikat e deri tanishme. Vërcime shumë totali 22 i barabartë në asistimin 9-8 për Trepçan. Topa të vjedhur. Trepça e ka një, ndërsa Sikal Prishtina po ashtu një.
Tmusic për Hajrizin. Aksioniri Trepçës udhëhiqet nga Michael Green. Tekele Koton. Hajrizi. Tmusic. Michael Green. Tekele Koton. Tenton me Siren. Arrin që të realizojë. E pabesueshme. Çfarë 3 pikë nga Tekele Koton, kur të gjithë menduan që shkoi huq aksioni i Mitrovicasve. Mirë po të shohim. Do të verifikohet me siguri shënimi Tekele Koton. Shohim të ndërruar shikues edhe një herë. Duke parë nga disa kënde shënimin e Tekele Koton, piket janë pranuar. 43-44, 1 plus për Sigal Prishtinën. Donte Clark. Donte Clark shënon 13 pikë të ti. 43-46. Tekele Koton. Semi Hunter. Mikaile Tmusic. Barazohet rezultatin e 46-46. Tmusic realizoi pikën e 8. Shtrefshja e dytë për të. Mohamed Ali Janjeva. Kundër përgjigje Sigal Prishtinës, dueli snajperistëve në këto çaste të ndëruar shikues. Tekele Koton për Myers. Kundërhyrje të parregullt nga Rashid Mahalbashiqi. Është faulli numër 3. 46-49 rezultati. Kundër përgjigje me treshe shënimit të Tmusicit. Mohamed Ali Janjeva, cili ka 6 pikë tani. 3-58 lojë mbetur në çerekun e tretë. Myers në vijën e gjuajtjeve të lira. 10 pikë ka të realizuara. 48-49. Donte Clark. Donte Clark për Mahalbashiq, Fisnik Rukova. Ka rritë që të pranoj pasimin. Zikor do t'i kohet rodhë në loj, largohet Mahalbashiq. Shohim edhe njerë 3 pikëshin e Mikaile Tmusic. Kundër përgjigja e Mohamed Ali Janjevës nga pozita qendrore realizoi. 48-49, 1 plus për Sigal Prishtinën. Tekele Koton. Tekele Koton. Rinjët kombinojnë me Myers, nuk komplikon, pikë neta realizon Qendra Mitrovicase. 50-49. Donte Clark. Zikor. Carter. Zikor për Donte Clark. Pandalsham. Clark 15 pikë i ka të realizuara. Ashtu edhe 2 kërcime, 4 asistive, është më efikasi në skuadër.
Tekele Koton. Myers. Pasimi për Kanter. Pokur vepron atje. Carter, Donte Clark. Ka ndërhyrje të parregullt nga Mikaile Tmusic. Tmusic ngarkohet me personalin e tretë. 2:36. Lojë mbetur në çerrekun e tretë. 1+ për mysafirët. Owen Carter. Zikor. Donte Clark. Zikor provon për 3. S'ka shënim. Ban tovën e loj. Semi Kanter arrin që të pasoj për Michael Green. Michael Green. Është ndërhyrje pa rregullt në të. Të rikthehen e loj Daniel Lekundreaj. Ngarkohet Janieva. Të rikthehen e loj edhe Jordan Davis. Ngarkohet Donte Clark, kapiti Emedo Junior. Janë e loj tek Trepsha. Michael Green i ka vetëm 2 pikë, është tjera parë që gjindot në vjenë e quajtjeve të lira. Isak në tentimin e parë, 3 pikë nga Michael Green. Edhe herën e dytë të realizon Michael Green, 4 pikë të ti. 52-51. Në 2 minuta 10 sekonda lojë mbetur në çerrekun e tretë. Michael Green. Jordan Davis. 7 sekonda për këtë aksion të Sigal Prishtinës. Jordan Davis. Jordan Davis, e shkurtër ma të quajtje, provon edhe njerë, mbrojtje e mirë, Michael Green, tovin e tjetë për vendoset. Në minutë 46 sekonda loj në çerrekun e tretë. Nisë Trepsha me Michael Green. Green. Erion Kastrati për 3 gjuan, nuk ka shënim. Shpëton topin, kapiti. Michael Green. Pasime mjafti mira pjesë çfarë asistimi për Dardan Kapitin. E cili shëron me kapin personal. Janë pikët e para të Kapitit në këtë përballje. Në kohë është përpjekja e Lekundreajt për të ndalur Kapitin. Edhe një lirë për reprezentuesin kosovar. 54-51. Nuk shënon Kapiti, topi shkon tek Michael Green. Tjetër aksion i vendasve. Semi Kanter, lëvizje mirë e ti, Semi Kanter. Qojmë. Ka ndërhyrje të parregullt në Semi Kanter. Nga Zikor.
54-51. Shtori pati një kërkes tek zyrtari policor. Që të të kujdesshëm të jenë të pranishëm më shumë polis afër bankës Sigal Prishtinës. Tre pika avantazh për Trepçën. 71 sekonda lojë mbetur në çerekun e tretë. Majers më efikasit tek vendasit me 14 pikë, 6 kërcime, 2 asistime. Ajrisi 10 pikë, 3 kërcime, 1 asistim. Në anën tjetër tek Mysafir 15 pikë, Donte Clark më efikasi, 14 i ka shtuar Odin Carter. Sakt Kanter në gjuetin e parë të lirë. Semi Kanter 4 pikë të ti, plus 5 për Trepçën. Vjen e gjyre të lira, është Jordan Davis, i cili ka 6 pikë të realizuara, pasak në tentimin e parë. Shtira parë që gjindet në këtë pozitë sot. Jordan Davis. E herën e dytë ka realizuar. 56 me 52. Michael Green. Semi Kanter. Pro me tabel nuk ka realizuar, mirë po të shohim. Ka ndërhyrje të parregullt në fazën e sulmit. Pasua atje Semi Kanter, mirë po edhe me Dur Juniori me vendimin e gjyqtarit. Do të rishikohet momenti pak më parshëm nga gjyqtarët. Vjen e gjyreve të lira të tjetë Zikor, i cili ka 7 pikë të realizuara. Rapor që gjithë të vjen e gjyreve të lira Zikor. E shënon gjuajtjen e parë. Edhe erën e dytë i sakt. 56 me 54. Nisët Green. Kanter për Kastratin. Erion Kastrati, gjuan mirë, po paraprakisht është ndalur në mënyrë të palejueshme. Kastrati
dy zgjuarit të lira në dispozicion, Isak në tentimin e parë. Pika e 5 e Rionit. 57-54. Edhe herën e dytë realizon. Dalje shpejt përpara Jordan Davisit. Rugova. Jordan Davis. Jordan Davis rrëllohet atje. Pason për lekën Dreja, i cili nuk realizon për 3 kërcim nga mbrojtje nga kapiti. Nisët Michael Green. Nuk ngutët Michael Green. 7 sekonda për këtë aksion të Trepçës mirë, po e merr topin Jordan Davis, këndëryrje të paregullt. Finishi i çerekut të tretë, 2 zgjuarje të lira. Mirë, po sërish do të verifikohet situata nga gjyqtarët. Është ndërhyrje jo sportive të ndëruar shikues nga Michael Green. Nga spjeguar gjyqtari Michael Greenit vendimin që more 2 zgjuarje të lira të jenë për Jordan Davisin. Isak në tentimin e parë. Edhe herën e dytë realizon, edhe topi do tjetë për kryeqytetasit. 1 sekondë 40 të qintat. Ka mbetur lojë. Zikor. Nuk pret shumë, provon skashën e mbyllët të Gjereku i tretë. 58 me 56 rezultatin në favorin e Trepçës. Të Gjerek më e mirë është Sikal Prishtina, 23 pikë realizoi 18 Trepça. Vendasit që fituan Gjerekun e parë 20. Në fakt Gjerekun e dytë 23-19, Gjereku i parë takoi Sikal Prishtinës 22-17, ndërkohë po i shohim edhe statistika tjera të kësaj përballje. Në kërcimin 26-24, në asistimin 14-9 në tumët e vjetur, 3-1 në favorin e Sikal Prishtinës në blokatën 1-0. E kështu me radhje, duke parë edhe përqindjet për 2-3 dhe nga vija zgjuarjeve të lira. Lojtari më efikas tek vendasit është Michael Myers me 14 pike, 6 kërcime, 10 pike ka të realizuara. Drino Aize, i cili ka kontribuar me 3 kërcime. Në anën tjetër te Sikal Prishtina 15 pike Donte Clark, 14 Carter, 2 më produktivët. Me nga 9 pike janë duke luajtur edhe Jordan Davis e Josh Zikor. Këtë treshëve 6 pikësha i ka analizuar Sikal Prishtina, një më pak për 5 Trepça. Përqindja për 3 e Trepçës 27, 33 ajo e Sikal Prishtinës për 2 pikë. 53% saktësia e Sikal Prishtinës, 54%
Trepshës, ka vija gjyrë të lira 24-19, 79% të saktë vendasit, ndërsa mysafirët nga penale 80% saktësi apo 10-8. Po shohim edhe statistikat e tyre efikasme deri tash në këtë përballje. Na presin 10 minuta të zjarrt të nderuar shikues. Po pas do të kuptojmë skuadrën që do të marrë avantazhin në këtë seri gjysmë finale, seria tjetër gjysmë finale do të vazhdojë nesër, s'ka është barazuar edhe atje. Ishja nesër me do të zhvillohet në Sezai Suroje dhe do të transmetohet sigurisht në Art Motion. Nis këtu qëregu i fundit, aksioni i parë është i vendasve, Michael Green për Kastratin. Hunter për Medut Junior. Medut Junior. Michael Green. Kondëryrje të paregullt nga Olin Carter. Është fauli 4 për Carterin. Dante Clark rikthehet në lojë, largohet Olin Carter, tashmë me 4 gabime personale. Dëshiron që të ruaj për më vonë Paco Olmos. Semi Hunter provan s'ka shënem, ka topin Pisnik Rugova 58 me 56. Ky tentim s'ka pikas nga Sigal Prishtina, nisët Michael Green Medut Junior ka bani pasak me atë gjojtje. Dante Clark ndalet në mënyrë të palejueshme nga Michael Green. Green që shkakton faulin numër 4. Zikor. Dante Clark. Pisnik Rugova për 3 Gjuani, pas sakt. Nisë Tekele Koton. Tekele Koton, s'ka shënem as ka vendasit. Efikasiteti dovet në pasën e sulmit nga të dyja skuadrat. Zikor. Dante Clark. Topin kapiti fantastik në mbrojtje. Pasimi për Erion Kastratit, fat blokade. Ka Jordan Davis. Dante Clark blokohet për një moment. Pasimi për Daniel Lekëndreja, nisën i provon arën e kundërt, nuk arrin që të realizoj blokon ndaj tij. Topi është i kapitit. Michael Green. Tentimi s'ka shënim. Topi është për Zikor. Rikthejnë loj, Medut Junior, Myers e Kajrizi, largohen Hunter, kapiti e Michael Green. Nëshina edhe tek Sigal Prishtina, Janjeva e Shosha janë loj. 58-56. Janjeva. Dante Clark. Tek minuta deri në mbyllje. Dante Clark. Mbrojtje jashtëzakonshme e vendasve. Gabon e hapa Dante Clark. Nuk kishte hapësirë për tjetër bashkëlojtar të lirë. Ja, hapësirë për gjuajtur, humb topin kështu. Huq aksionin.
Rikthehet në lojë Mikael Tmusic. Largohet Erion Kastrati. 58-56. Tekele Koton. Edo Junior. Shkakton ndryrë të parregullt të Zikor. Katër personali ka Zikor. Mikael Tmusic! 61-56. Treshja e tretë e Tmusicit. E në anën tjetër ka ndërhyrje të parregullt. Donte Clark. Pasur një piki kohë të realizuara. Nuk arrin që të realizojnë tentimin e parë në vija gjyre të lira. Pas trash nga kjo pozit. Herën e dytë Shanan, pika e 16 për Donte Clark. 61-57. Tekele Koton. Tekele Koton. Medut Junior. Tekele Koton. Myers. Medut Junior. Mikael Tmusic. I pasak më tentim. Janjeva me njerë pason për Donte Clark. Janjeva. Ndërhyrje parregullt. Dhe në lojë nga Fatlin Shoshaj. Apo jo, Jordan Davis. Donte Clark. Zikor për Jordan Davis. Jordan Davis. Provoni pasakt është larg kërcen atje. Medut Junior. Edhe 4 plus për vendosit. Në 7 është e përsia më lartë e Trepqes, ndërsa e Prishtinës plus 8. Tekele Koton provoni pasak sa lartë kërcen atje. Donte Clark. Jordan Davis. Shoshaj. Donte Clark. Donte Clark. Donte për timin. Gjuajt jashtë pasak. Do më shkon tek Tmusic. Medut Junior. Ajrize.
Tmusic. Tekele Koton edhe njerë. Trepqa shëllon nga distanca me Tekele Koton, i cili është në kuotën e 11 pikëve. Treshja e dytë e tij. 64 me 57 rezultati, 5 minuta e 35 sekonda lojë mbetur. Shkuar time out nga Paco Olmos. Fantastik në minatori të ndërruar shikues. Komplet sala është duke kënduar në këto shaste. Gjash piki ka realizuar Trepqa në këtë qerek të fundit, vetëm një Sigal Prishtina. Tjetër paraqitje mirë Tekele Koton, panë dhe Tmusicin më herët. Mikhail Tmusic që ka realizuar 3-3. Jordan Davis. Zikor. Jordan Davis. Jordan Davis me Cyril Gjuan Skoshinem. Koptopin Tmusici. Pasimi për Myers nga Tekele Koton. Nuk gutët Michael Myers. Ja provon Gulitjen. Kondëryrjet për Rejkolt. Michael Myers, 14 pikë, 6 kërcime, 3 asistime. Myers rikthejnë në lojë Semir Kanter. Sakta, tendimin e parë ka vija gjyri të lira Semir Kanter. 5 pikë të ti, 3-3 nga kjo pozit, 100% efikas. Edhe erën e ty të realizon Semir Kanter. Donte Clark. Donte Clark. Jordan Davis. Janjeva. Shosha i provon, nuk ka shënem larë kërcen atje. Nevin Junior. Tekele Koton. Rikthejnë e loj Kanter e Mahal Vashic. Semir Kanter. Tmusic, Koton. Shosha i përbalti. Tekele Koton, dy vishot atje. Edhe me Janjevën. Kombinime fillimisht i shohim sërish më pas edhe 3 pikshin realizuar nga Tekele Koton. 4 minuta e 14 sekonda deri në mbyllje.
66 me 57 rezultati. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e Trepçës. Për çdo top nga lojtarët e të dyja skuadrave. Shoshaj për Dante Clark, aksion I ri I mysafirëve. Vetëm një pikë kanë shënuar basketbolistët e Sigal Prishtinës në këtë qerek të fundit. Trepça 8. Carter Gjuan pasakma tentim. Dojtë të tjetë për Trepçën. 66 me 57. Edu Junior për Tekele Koton. Ajrize. Michael Myers, tjetër dueli ti me Mahal Bashicin. Shumë duele pam edhe sonte në mes të dy qendrave. Michael Myers e Rashid Mahal Bashic. Topi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e vendasve. 9+ për Trepçën, e që është e përsia më e lartë e Mitrovicasve. Medut Junior për mrekullia atje. Myers provon që të përmirësohet gjujtje të gabuar. Nisën mysafirët me Olin Carter. Dante Clark ka fol në fazën e sulmit. Kërëria ishte në Medut Juniorin. Ajrize. Tmusic. Tekele Koton. Tekele Koton. Regot egoist. Unë baksionin anën tjetër. Carter Gjuani pasakt. Topi do tjetë për Trepçën. Shumë gabime janë duke bërë në këtë qerek të fundit. Të dyja skuadra, sidomos në fazën e zoomit dhe Sirjedhoj, janë realizuar shumë pak pik 9-8. 8 ka vendasit e vetëm një e kanë shënuar mysafirët. Tekele Koton. Medut Junior, s'ka dreshe. Nisët Olin Carter. Janjeva I lirë, provon nga distanca, nuk ka realizuar 3 pikësh. E pam kërcimin e Kajrisit. I vendosur ishte për të kapur atë top. Myers. Kapim në hapa. E ka moment që Michael Myers është kërkuar time-out. 1 minutë e 59 sekonda lojë mbetur.
Këtë njerë të ndërruar shikuese Michael Myers, është lojtari më efikas tek Trepça me 14 pikë 7 kërcime. 14 pikë pra Myers, 10 Hajrisi, nga 11 i kanë shtuar koton e Tmusic. Në anën tjetër tek Sigal Prishtina, lojtari më produktiv Donte Clark me 16 pikë më pak. I ka realizuar Olin Carter. Ventonin e lojton të Clark. Qaset e fundit të palavashimit. Malbashic. Malbashic arrin që të shënoj. Pasi ku të gjatë arrin që të realizoj pikë Sigal Prishtina. 66 me 59. Dhe në pika e tretë e realizuar nga katër e bardhët në këtë qerek të fundit. Donte Clark i vëmendshëm merr topin. Donte Clark! Ngulitja e tij. 66 me 61. 4 pikë eksprese të realizuar nga mysafirët. Tmusic. Michael Myers. Dalet në mënyrë të palejueshme ngrit dorën atje Rashid Mahalbashic. 5+ për vendasit. Michael Myers në vjerë gjojë të lira. Myers 14 pikë këti sot lojtari më efikas tek Trepça, nuk realizon nga gjojtja e pare lirë. 7-4 është në këtë pozit. Deri tash natyrisht. Herën e dytë të qëllon 15 pikë të Michael Myers. 67 me 61. Donte Clark. Rashid Mahalbashic. Mahalbashic e gabuar gjojtja. Ndryrje para i golt. Paknashur me këtë vendim është Adis Beqiragici. Si do që tjetë në vjenë e gjojtjeve të lira është Mahalbashic. Mahalbashic që Korejë të parë gjindët në këtë pozit. Nuk realizon tentimin e parë. Herën e dytë nuk ka shëlluar. Kërcerat e Myers kap topin. Pason për Tekele Koton. Sekundat e fundit të palavashimit. Tekele Koton. Tekele Koton. Pasim është i gabuar nisët Daniel Lekëndreaj. Mahalbashic, Daniel Lekëndreaj nga distanca. Davët gjojtja. Këtë topi dhe njerë Lekëndreajt. Donte Clark. Donte Clark. Pesnik Rugova nga distanca. Ska shënem. Topi është një Merut Shonjor. Nuk butët Hajrizi. Gredon Hajrizi dhe këto përfundon gjithë shka të ndëruar shikues.
Trepça e fiton për ballin e tretë të serisë gjysmëfinale ndaj Sikal Prishtinës për të kaluar në përsi në seri prej 2-1. Një fitore që u arrit nga Mitrovica si 67-61. Çereku i paru takoi mysafirëve 27-17, i dyti vendasve 23-11. Çereku i tretë sërish i takoi Sikal Prishtinës 23-18, ndërsa në çerekun e katërt u realizuan vetëm 14 pikë, 9 nga vendasit dhe 5 nga mysafirët. Lojtarët më efikas tek Trepça në këtë ndeshje. Majers 15 pikë, 8 kërcime. Nga 11 i realizuar koton e Tmusic, 10 Ajrizi në anën tjetër të Sikal Prishtina. 18 pikë Donte Clark, 14 Olin Carter. Të nderuar shikues, u kujtoj që të mërkurën zhvillohet ndeshja e katërt e serisë gjysmëfinale ndërmjet këtyre dy skuadrave. Ndërsa unë ftoj që të vazhdoni që ndroni me ne për pak shanse. Do t'i dëgjojmë të dy trajnerët se çfarë kanë për të thënë rreth kësaj përballje.
Trajner, një ndeshje shumë interesante sot në Minatorit, lutem a mund na japësh një koment rreth komplet përballjes dhe çka ishte ajo që sot nuk e dha mundësinë skuadrës tuaj që triumfonte në Minatorit. Very interesting game today in Minatori. And do you have any comment for general game? And what was the thing who doesn't let Pristina to win today? Well, I can ask more effort, energy to my team. I think one thing is similar to the first game when we play here. Our last minutes to the second quarter, it's very bad minutes. One more time they do 15-4. After we come back to the game with good energy, with good defense, but in the end, basketball, we need to make shots. I think they call us about the ball, they call us about the focus. We won't pass the ball, but in the end, we need to translate and play more aggressive in offense, more free throws, more basket to the points, to the 2 points, more confidence in our open shots, because in the end, you do a great effort to play here for 67 points in defense, but you make only 5 points in the fourth quarter.
Trajner, një ndeshje shumë luftë, shumë djes të derdhura në fund arritet fitore, mund të them me shumë vështirësi pasi edhe Prishtina i pati momentet shumë të mira. Sa i kënaqur me performancën e skuadrës? Çok savaşlı bir maç geçti iki taraftan. Priştine'nin de her siz hep Priştine. Maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ben hiç farklı bir şey söyleyemeyeceğim çünkü onun dediğin tamamen doğru. Playoff maçı çok stresli ve çok hata yapıyor iki takım. Biz biraz daha fazla belki güce sahip oldunuz. Yani daha çok koşabilen bir takım olduğumuz için kazandık. Yoksa iyi basketbol oynadığımızı diyemem. Yani. Pak sen de mund të ishte ato që ai the ti, është ndeshje e play-offit, është ndeshje me stres. Që mëna me favorizu të na shurkun, që kina ngo ma shumë sa ata, edhe pse dy ekipet kanë bu gabime në përluj. Nuk do me thonë kjo që kina fitu ndeshjen, kina lu basketbol të mirë. Si e komenton çerekun e fundit ku realizuar më duket që vetëm 14 pikë, nëse s'gaboj. Son çeyreği nasıl değerlendiriyorsunuz? Sadece 14 sayı. İşte bu hem yorgunluk hem stresin göstergesi yani. Bu iki takımın yetenekli oyuncuları var ama gördüğünüz gibi yani hem onlar hem de biz birçok boş pozisyon kaçırdık. Bu yorgunluk ve stres normal yani. Si që po me dhe na edhe jo, është një çerek i fundit me stres edhe shumë i lodhshëm. Të dyja të ekipet kena u roste konkrete edhe kjo kusht. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra nga Minatori, unë ju falenderoj për vëmendjen. Ndërsa bashkë do të dëgjohemi sërish në transmetime tjera. Çdo të mirë.